Para pëlqej për shembull ta komentoj politikën përmes termeve psikologjike, po i përdorja ato në sensin më analitik politik të mundshëm. Do thonë, politikat e na, sidomos pas vitit 2020 tek ndej, do thonë ka qenë shumë traumatike. Do thonë, na ka shoqëru traumatizmin politik në çdo sekuencë tonën për ndërtimin e këtij shteti që po mundohemi diçysh me rreska me ndërtu. Në rastin e LDK-s, mu më duket se LDK-ja, guri i saj, gurthemeli i saj, i këtë kësaj shka po ndodh, bazohen mbi një lloj sindrome të nostalgjisë politike. Edhe kjo sindrom fillon për mendimin tem diku në vitin 2020. Pak a shumë bazën, themelin e ka aty. Do thonë kemi këto tre aktorë kryesor, e kemi Abdullah Hotin, Vjosa Osmanin dhe më pastaj do të ngrihet Lumir Abdigjiku në anën tjetër. Gjithë këtë, si më thon, këtë shok politik i cili si ndyrë traumatike të LDK është Albin Kurti, domethënë. Pak a shumë. Dhe sindromën e bazoj, këtë sindromën e nostalgjisë e bazoj domethënë tek sidomos tek kjo pjesa që i paraprin Abdullah Hoti, domethënë, për mendimin tim. Ka një grupacion që... Grupacion, po, ajtë pe personifikojmë të Abdullah, për ta thjeshtësuar debatin. Le të themi Lumiri dhe Abdullah Hoti. Abdullah Hoti e para shumë, me thonë, për mendimin tim, po e shef... Nuk po e fut në ekuacion për parim Ramën. Do të vi deri tek përparimi, do të thonë. Kjo rikthimi të 2020 pak a shumë është një farë mënyre ku përmes të kalumës ta po mundohen me gjyku të tashme. Po mundohen me gjetë një lloj burim legitimiteti në atë periudhën 6 mujore, apo sa ishte, domethënë, qeverisjes së Abdullah Hotit. Abdullah Hotit, domethënë. Abdullah Hoti në atë kohën se ju kujtohet Abdullah Hoti, LDK-ja me emocion mosbesimi, domethënë, e rrëzun qeverinë e Albin Kurtit pas 51 ditësh, qeverisje Kurti 1. Dhe gjykata kushtetuese e shpallë pavlefshme, domethënë qeverisjen në atë kohë, qeverinë e Abdullah Hotit, dhe në zgjedhjet e 2021-s shokun, këtë traumën e madhe politike që e shkakton Albin Kurti ndaj LDK-s. Shkarkohet Vjosa Osmani nga Këshilli i Përgjithshëm, dhe nga antarësia në atë kohë, nëse më kujtohet mirë, dhe këtu fillon domethënë ky problemi që sot po rishfaqet. Është sindrom e një nostalgjie politike ku dy bloqet janë kthy, pak më shumë ky bloku i Abdullah Hotit në të kalumën, ku nostalgjia këtu shihet në dy forma, domethënë. E para mendoj që nga grupi Abdullah Hotit shihet një lloj nostalgjie restauruese, dëshirojnë ta kthejnë metodën që përmes një mocioni tash të përgjithshëm popullor ti kundërvijin Albin Kurtit. Dhe kemi, si themi, këtë nostalgjinë reflektuese të Lumir Abdigjikut, i cili përmes bashkëqeverisjes dhe hyrje në shtratin e lëvizjes vetëvendosje dëshiron të arrisë LDK-n një ashtu si dikur LVV-ja qorrit në shtratin e LDK-s. Pak a shumë, këto janë dy forma që po ndiqen, dhe këtu bivendoset një figurë e tretë, që nuk është sigurt prap, përparim Rama, i cili e ka vesh një lloj legitimiteti fiktiv për të bivendos mbi këtë mocion që po them popullor, që do të jetë në zgjedhjet e vjeshtë së djetorit, i cili fiktiv sepse përparim Rama i fitoi 2 herë, e fitoi vetëvendosjen. Do të thonë, kjo është legitimiteti i tij, dhe në këtë lloj nostalgjie restauruese, ata mendojnë që nëse i kundërvihen në blok Albin Kurtit, mund t'ja shkaktojnë rrëzimin e tij si në vitin 2020. Pak a shumë, nëse shkojmë pak më thellë, për mendimin tim. Këtu është, tash në terma psikologjik klinik nuk du ta shpjegoj këtë fenomen, po pak a shumë këtu është. Sepse, nëse do të kishmi diskutu për vizion politik, çfarë vizioni politik ka ky grupi këndej bllokues që po themi, që do ta kishte sfidu Albin Kurtin dhe do të kishte marrë vota më shumë. Cili është ai? Ai na to e pa në horizont diku? Jo. Në anën tjetër, cili lider do të ishte tani për tani? Ekuivalent, pak a shumë se... Me Kurtin. Horizont, ta kemi ndonjë? Nuk kemi. Mbase nuk e dim, po s'po shoh. E gjithë ky legitimiteti fiktiv i përparim Ramës ka bëmi, si më thonë, i ka hipnotizuar ose i ka vë
disa persona me besu se me që është një e panjohur në ekuacion, mbase mund të bëjë ndryshimin, sepse dallimi mes këtij bloku dhe Albin Kurtit është 53-47. Pa e mbatë sinergjinë e cila mund ta sjellë, këto dy grupacione në zgjedhjet e parashikuara të ardhmen, por në konceptin etatist, ndërtimin e shtetit, kjo mund në formë spirale të na shtyjën probleme tjera që zuas të imagjinoj. Le të mos i imagjinojmë se jemi lodh me probleme dhe kriza. Profesor, si është situatën? Duke nisë, po themi nga ideja që të arrihet një